Full për ta. Atëherë, mirëmbrëma, faleminderit shumë e nderuar. Përshëndetje për gjithë qytetarët e komunës Vushtrris, ata që po na ndjekin, përshëndetje edhe për mërgjimtarët tonë, të cilët po na kontaktojnë në vazhdimsi dhe po na japin një mbështetje të jashtëzakonshme si lëvizjeve të vendosjes, siç na kanë dhënë gjithmonë, sa herë numri regjistruesve për votim nga diaspora shumë i madh. Prandaj unë besoj që mendimin e tyre do ta bëjmë ndryshimin në Vushtri. Për mua, për qytetarët e Vushtrisë, po besoj për të gjithë kolegët e mi këtë kandidat sjellja kryetarit aktual Ferit Idrizi, teksa Len Karrika në shprozur është pa përgjegjësi, mungesë e borxhit moral ndaj besimit qytetar që ju ka dhënë, ai nuk është përgjigj në shumë pyetje. Për 4 vite në kuvendin komunal, po vazhdon të mos përgjigjet as në emisione. Unë këtu i kam me veti 2 dosje të skandaleve të tij, të cilat nuk po kam mundësi me i ballafaqu për shumë pyetje, nuk jap përgjigje, por unë shpresoj që pas fitores së lëvizjes vetëvendosje me mua kryetar, pas 12 tetorit, gjitha këto landë do të përcjellen fillimisht në auditim të jashtëm profesional dhe pastaj do të përfundojnë në prokurori e besoj që aty Ferit Idrizi ku mu detyru me shku edhe me jap përgjigje. Është krejtësisht besoj që është shumë e çuditshme të thirrët në emër të Bashkisë Islame. Në këto momente kur po flasim Bashkia Islame nuk ka orë pune e para dhe e dyta, hera e fundit që më kujton kur ajo është thirrë në emër të Bashkisë Islame, nuk mund pa e cej këto. Në herën e fundit kur ajo është thirrë në emër të Bashkisë Islame, ka provuar të kalon një mashtrim klasik që sheko stilin e tij, duke u thirrë në bashkëpunim me Bashkinë Islame, ka provuar të legalizon një objekt banesor të ndërtuar nga familjarët e ish-nënkretarit të tij pranë shkollës Ali Kelmendi në emër të zgjerimit rrugës e që në fakt e ka ngushtuar atë rrugë dhe ka provu në mënyrë të kundërligjshme me ja legalizu objektin që i ka kalu pikat e pronës private gjatë ndërtimit të asoj ndërtese. Për qytetarët e Vushtrisë si lëvizje vetëvendosje kemi bërë një program që quhet Bashkë për Vushtrinë, sepse ne do të qeverisim bashkë me qytetarët. Vendimarrjen do ja kthejmë qytetarëve. Nuk do të ketë me qeverisjen time vendosje për investimet kapitale për të ardhmen e Vushtrisë dhe për projektet vendimarrje prej Hotel Bonites, po as prej komunave tjera, sepse vushtriasit janë njerëz të zot, të dijshëm, punëtor dhe kanë aftësi me i dalë zot qytetit tyre dhe ne do t'i dalim zot Vushtrisë për t'ia kthyer dinitetin dhe projekte që nuk ju kanë realizuar. Tash 26 vite e që nuk janë luks, po janë gjëra bazike që Vushtrisë i mungojnë, duke përfshi ujin e pijes, stacionin e autobusëve, transportin urban dhe ndërurban, parkun e qytetit, tregun për prodhues vendor dhe shumë projekte të tjera, të cilat ne i bëjmë realitet në 4 viteve të ardhshme. I zotohemi qytetarit Vushtrisë, jemi të gatshëm të japim si kontratë të shkruar programin ton politik, le të na marrim përgjegjës për këtë që themi pas 4 vite e jo sekretari aktual që ju ka premtuar ujin e pijes për 6 muaj, nuk e ka realizuar për 4 vjet, del në emisione të paguara private dhe thot se do ta bëj tash në këtë mandat ujin, pa pasur pikën e turpit ndaj mashtrimit që ju ka bërë qytetarët Vushtrisë, e ne posedojmë video në takime private, në fshatra të caktuar, se çka ka folja në vitin 2021 pikërisht për ujin dhe për çështje tjera, e të cilat gjitha kanë dalë që kanë qenë mashtrim, edhe ujin e gjitha këto tjera do t'i trajtojmë zoti Meolli, po.